Edhe këtë hënë ka qenë aktiv zjarri që përfshiu mezitën e së dielës landfillin e Bushatit. Situata është përkeqësuar nga përhapja e tymit në një hapësirë më të gjerë, duke shkaktuar ndotjet e mjedisit. Në një prononcim për mediat, Elvis Preqin, kryetari i Bashkisë VOIDES, tha se nga verifikimi i kamerave të sigurisë, zjarri rezulton të mos jetë i qëllimshëm. Gjatë ditës së djeshme është marrë një njoftim për një vatër zjarri në landfillin e Bushatit. Me njëherë janë paraqitur forcat zjarrfikse të Bashkisë VOIDES, më pas kanë ardhur edhe forcat zjarrfikse të Bashkisë Shkodër, Lezhë, Kamës dhe Tiranë, të cilat gjej rastin t'i falenderoj. Zjarri ka vazhduar me intensitet lartë, kjo edhe për shkak të llojeve të mbetjeve që hidhen në këtë landfill. Era e ka favorizuar shumë zjarrin pasi ka qenë me intensitet lartë. Puna gjithashtu është shumë intensive. Kompania përgjegjëse ka kontaktuar dhe firmat e zonës të cilët po bëjnë të mundur izolimin e vatrave me mjete të tonazhit lartë. Sipas mbikëqyrjeve të kamerave të sigurisë, zjarri nuk ka qenë i qëllimshëm, gjithsesi vazhdon puna me mjet policisë dhe prokurorisë, të cilët do bëjnë verifikimet më të sakta. Në terren gjatë mbrëmjes së dielës ishte prefektja e qarkut Shkodër, Holta Duda. Situata në fakt në këtë moment është nën kontroll operacional, që nga momenti i parë që është marrë njoftimi nga punojësit e landfillit drejt forcave, drejt efektiveve të zjarrfikses Bashkisë VOIDES. Me njëherë janë paraqitur, kanë vlerësuar situatën, është vendos drejtuesi i operacionit për izolimin dhe shuarjen e zjarrit. Është evidentuar që përmasat e zjarrit në fakt kanë qenë relativisht të mëdha, të favorizuara edhe nga era në ato momente, por edhe në vijim, dhe me njëherë është kërkuar ndihmë nga bashkitë më të afërta. Mënyrë me njëherëshme në fakt është përgjigje dhe Bashkia Shkodër me 2 mjetje zjarrfikse dhe me efektivët përkatës. Gjithashtu Bashkia Lezhë, pas janë bashkuar edhe autobotët dhe zjarrfikse së bashku me efektiv nga njësitë në Kamës dhe në Tiranë. Zjarri ka përfshirë mbetje urbane dhe fatmirësisht nuk ka paraqitur rrezik për banesat përreth.